Pse kur ka problem LDK-ja, ka problem Kosova? Po, tash, Lidhja Demokratike e Kosovës është parti e cila historikisht do të thosha ka qenë strumbullar i gati se secili zhvillim politik në Kosovë. Natyrisht që me vota ka lëviz, ka qenë fillimisht e para kur ishte inaugurua presidenti historik gjallë, pastaj ka rënë vendin e dytë për një kohë gjatë, pastaj vendin e tretë, vendin e dytë kështu më radhë, mirë po e ka pas edhe përvojën edhe, si të them kështu, namin partijak, që ka qenë pas zëvendësueshme. Po ashtu unë mendoj që Lidhja Demokratike e Kosovës është atraktive si parti për këtë që do me bo koalicion për shkak të sjelljes së saj institucionale dhe konstruktive në secilin rast. Nga një herë ajo edhe është keq kuptuar, nga një herë ajo edhe ka ndëshkuar, mirë për Lidhja Demokratike e Kosovës e ka marrë këtë për një kohë gjatë mendoj në interesin e shtetit përmbi çdo gjë tjetër. Edhe na kujtohen edhe situatat kur Lidhja Demokratike e Kosovës kishte shkaktuar procese tërmete politike, për shembull me ta zëm herën e fundit me daljen nga koalicioni me lëvizje me të vendosje, po në të cilën prap duke pas parasysh potencialisht ndëshkimin e ka mbrojt interesin e vendit ose ka bërë veprimin për interesin e vendit. Tash kjo që po ndodh Lidhja Demokratike e Kosovës këtu, unë nuk mendoj që është vetëm për shkak të rrethonave aktuale, unë mendoj që ka një historik të pakënaqësisë në rritje të Lidhjes Demokratike të Kosovës, cila është pakënaqësi me një farë mënyrën që po dojnë me e perceptua dhe vendos Lidhjen Demokratike të Kosovës si një lloj partije vleras cilës është ekskluzivisht bashkëpunimi me tjerët. Pra keni pa që vendosin, domethënë këta kryesisht ata që e përkrahen kryetarin aktual Lumir Abdixhikun, thonë që një grupi i LDK-s janë për me bo koalicion me vetë vendosin, ky grupi tjetër janë për me majtë PDK-n në bashkëpunim me LDK-n bashkëpunim me PDK-n. Edhe këta, mbas edhe pa vetëdijshëm, janë ata të cilët duke pretenduar që e mbrojnë Lidhjen Demokratike të Kosovës, nuk shohin LDK në spahari. Domethënë vlera e LDK-s sipas tyre është vetëm në raport me kë bashkëpunon. Dhe për ta bashkëpunimi me vetëvendosin e më i mirë me PDK-n. Spari, një farnusje lakmume prej shumë. Farnusje lakmume për e cila në vete nuk ka vlerë. Pra si LDK nuk ka vlerë. Pastaj, ata që thonë që du të më bo me vetëvendosin, vlera i rritet kur bot me vetëvendosin, ta tjertë nëse rritet me PDK-n, vlera i rritet nëse rritet me PDK-n. Kjo nuk është e vërtetë. Për Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk ka qenë kur e as nuk duhet me qenë si e tillë. Për njërin anë, unë mendoj që Lidhja Demokratike e Kosovës s'e ka rastin, edhe pse nuk është përgjithësi e saj, po e ka rastin me dëshmu që në fakt bashkëpunimi në politik nuk është mëkat. Me këm bashkëpunon dhe për çka bashkëpunon, pastaj janë tema tjera. Po bashkëpunimi në vete nuk është gjë e keqe. Dhe e dyta, bashkëpunime që i ka bërë Lidhja Demokratike e Kosovës në politik nuk kanë qenë të dëmshme për vendin, apo jo? I kanë sjell dobi vendit. Ka pas edhe gabime, ka pas edhe të metra, natyrisht s'po i përjashtoj ato. Po kohën kur ka qeveris Lidhja Demokratike e Kosovës, kuptimi kur ka pas kryeministrin, nuk janë kohë të këqija për Kosovën. Jo. Nëse nalmi dhe analizojmë si qeverisë, po të jo. Tjetër gjë është pastaj. Përkundrazi, Isa Mustafa për momentet i pa përsëritshëm. Deri tash. Isa Mustafa qoftë si kryeministër, qoftë si kryetari i Prishtinës. Qeverisja e Isa Mustafës fatkeqësisht sot lexohet vetëm nga perspektiva e protestës të organizuar nga ne atëherë. Apo jo? Gazi Lëçelse kështu më radhë. Pra nuk analizohet qeverisja si e tillë, e cila i ka shumë vendime, veçanërisht në raport me politikat fiskale në Kosovë, dobinë të cilave na e shohim edhe sot. Po. Domethënë edhe sot kësaj ditë na jetojmë. Dhe që 6 vjet nuk ka ndërhy qeveria Kurti me prek asnjë, madje as kritik s'ka për atë. Po. Dhe në këtë drejtim mendoj që Lidhja Demokratike e Kosovës e ka dëshmuar që në qeverisje është krijon një stabilitet të nevojshëm për politika strategjike afatgjata veçanërisht në ekonomi.